Shumë pro me ardhën me jetu në Kosovë. Okej. Kisha dasht. Kishe dasht. Mirë, atëherë punon në drejtim të asaj. Forcohu atje në Francë dhe mandej kapacitetin tënd në fushën që je, mundesh edhe në Kosovë me praktiku. Të rinjët në Francë, qoftë francez apo të nacionaliteteve të tjera, në çka janë të fokusu më tepër? Pra, si është rinia atje? Rinia është e fokusu me shumë në punë, në shkollë, edhe më konë të pavarëshëm, do më thonë, këto janë 3 senet e top 1 që duhet me i bo. Për një tri, sëkojnë. E gjenë ndonjë dallim nëse flasim me trinjt në Kosovë, për shembull, i shenë ndonjëherë që janë më të, si me thonë, më të tundum prej gjanave tjera, se sa këtyre që ti i hasë në Francë më tepër? Po di, tash jenë pak si njësoj, ama këto din me bo shumë ma shumë qef se sa në Francë. Okej. Aja është pozitive. Pra se, vendi vogël edhe... Shumë ma mirë, mu shumë ma shumë përqenë këto. Okej. Atja është vetëm punë.